Faleminderit që keni ardhur. Si pjesë e agjendës sot është një debat që do ta zhvillojmë me gratë e nderuara të cilat krejt të cilave ja u dini emrin me siguri, po do t'i prezantoj mas një hyrje të hapjes së kësaj fushate që e bën ambasadori anglez Jonathan Hargrave dhe pastaj vazhdojmë debatin. Welcome, Mr. Hargrave. Thank you so much, Jetta, and good afternoon, everybody, ambassadors, distinguished panelists, friends and colleagues. It's a very, very great honour to be here today, recognising Kosovo's Memorial Day for survivors of conflict-related sexual violence. And today is an incredible opportunity for us all to reaffirm our commitment to the dignity and justice of all survivors of conflict-related sexual violence. Before I go any further, I would like to pay tribute to all of you here who have worked relentlessly every day to support survivors and their families, and above all, those of you who have led the way in sending the message that it's not those who have suffered violence who should be ashamed, but the perpetrators. And I do need to pay a very special tribute today to Danny Nishori, who made his public testimony this morning as the first male survivor of conflict-related sexual violence in Kosovo. And I want to pay tribute too to his family for being real torchbearers of support and acceptance of Danny's experience. And it was incredibly moving to hear Danny talking about it this morning and to hear also from his daughter. Danny's courage and generosity in talking about his experience and being a light in the darkness for others who still suffer in silence makes him a true hero of Kosovo. Danny, we salute you. Kosovo deserves sincere praise for its efforts in supporting the survivors of conflict-related sexual violence by establishing one of the world's most advanced reparation systems, and by developing strategies and legislation. Kosovo has set a powerful example of how governments working with civil society can lead with compassion and accountability. This government's willingness in this country to listen and to work with the fantastic civil society organisations who have brought us here together today has significantly improved the conditions for survivors. And I also want to thank the Commission on Verification, whose work has so far given status recognition to 1,748 survivors. But we know from our work around the world, and in particular the UK's work on conflict-related sexual violence globally, including in this country, that to meet our objectives, working with and for survivors, our work must always be survivor-led. And survivors, who continue to face enormous stigma in Kosovo, are telling us that being asked to come forward within a certain deadline to claim their rights won't work. Because what survivors tell us is that trauma has no deadline. I very much welcome what we have heard in the last hour or so, that the government is considering extending the current deadline for the Commission by an additional 3 years. And that, if that's what happens, is fantastic news. And that will allow the time for consultation with survivors and civil society to work on amendments to the law and the possible establishment of a residual mechanism for status recognition. And we understand that there are many issues that will need to be examined in removing a deadline. Changes to the law and the mandate of the Commission for the verification and recognition of sexual violence victim status will be needed. But what we all want to see is for the deadline on the recognition of status being removed altogether. And that's what we're here today to discuss. Because survivors need still more support.
individuals like Dani and, of course, like Vasfir and Shurete, who are also here, serve as an inspiration to all of us, showing courage in speaking up about their experiences and their bravery, your bravery. Has helped all of us to understand the truth of what you have endured, and your voices remain crucial in the ongoing fight for justice and healing. But we know you are, by a huge margin, the exception and not the rule. So today's campaign sends a really powerful message to those who experience sexual violence in conflict, but are not yet ready to speak up about it or to claim the benefits to which they are entitled. When you are ready, Kosovo must be ready. This is a moment I'm immensely proud to be part of today. Today has happened because you, people in this room and beyond, have refused to be satisfied. It's happened because survivors have showed the world that their stories matter, because civil society pushed for change, and because government is listening. And on behalf of all of us, I want to say thank you. I want to say thank you to the survivors whose resilience continues to inspire change. Thank you to civil society organizations who continue to work tirelessly to ensure survivors receive the recognition and support they deserve. Thank you to the members of the Commission on Status, who do their best to make fair assessments of the cases they hear. And thank you to the government, whose openness to change and to listening to survivors gives this campaign real meaning and hope. And together, I believe you will make sure that every survivor who comes forward is met with dignity, receives the right support, and has access to justice. Together, I am convinced you will continue to make sure that the process is survivor-led, because only survivors can tell us what they need and when. That supporting services will continue so that survivors get the psychosocial, medical, legal, and financial help they need, in addition to the recognition they deserve. And that we all continue to fight stigma, because, as I said, the shame belongs to the perpetrators and never to the survivors. The United Kingdom is proud to stand with Kosovo in your efforts to support the survivors here of conflict-related sexual violence. We've always sought to ensure that our work is survivor-led, and we've always sought to support governments of Kosovo throughout the years in delivering its obligations to survivors. I know that these partnerships will allow us to work with you and you to work together to deliver the aims of this incredibly important campaign. Thank you so much. Mirë se vini në debatin e sotëm, të cilin po e fokusojmë në një fushat shumë transishme që fillon sot, të hanën, me 14 prill, kur po e gjirojmë këtë emision. Trauma nuk ka afat, është emri i kësaj fushate, edhe kjo fushat tenton me e zgjat afatin e komisionit për trajtimin e të mbjetuarave dhunës seksuale. Ajo që ka ndodhur prej mëngjesit është diçka e rrallë në Kosovë. Në mëngjes sot të hanën e ndëgjum një rrëfim të jashtëzakonshëm të Ramadani Shorit, i cili kallëzoi që shtator 1998 është dhunu prej forcave sërbe në Drenicë. Është hera parë që një burr del edhe flet për dhunim, edhe është shumë e rëndësishme që tha, unë kom fillu me menu me dal kur e kom pa Vasfijën, që e kemi në panel, kur e kom një Vasfijën, ajo mu më ka dhënë zemër. Mas Vasfijës ka dalë Shëhretja, edhe i kam dhënë zemër. Ka dalë me nisë me folë për këtë punë. Është e rrallë që një burr folë për dhunim në Kosovë, prandaj është moment historik që u thy kjo tabu. Kjo është e para. E dyta që ka ndodhi me njëherë pas kësaj, që ishte planifikuar nga organizatat, ishte ftuar Ramadani, u dike që ka me folë, po diçka që nuk u dike është që me njëherë masi daljes së Ramadanit, qeveria s'ka me prit shumë,
edhe ka vendos, sot me 14 prill, e ka marrë këtë vendim që do ta lexoj para gjithëve, sepse jo të gjithë e kanë dokumentin lidhur me këtë ngjarje. Tash pak para debatit, qeveria ka vendos në mbledhjen që e ka mbajt sot, që, sipas nenit tret, afati për të parashtruar kërkesën për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës zgjatet deri me 15 maj 2027. Që ky afat ka pas me kalu mas një muje, edhe të mbjetuarit e dhunës seksuale kam pas, mës me pas mo mundësi me marë pensionin, reparacionin, prej sodit ky afat të zgjat edhe 2 vjetë. Lajmi mirë. Krejt kjo është të ndodhë, sepse jo mbashku forcat, aleat jo mbo. Jo vetëm të mbjetuarit e dhunës seksuale, po gratë edhe organizatat e grave që i nimojnë në ndihma psikosociale që sa vite këtyre të mbjetuarve, bashkë me ambasadën angleze, qashtu ja kam pru punën ngosht kryeministri që erdhë me këtë vendim. Feride Urime, je pyshtare kësaj fushate, apo njihësh fitimtare që ashtu shpurina unë ajo? Sot për mua është një ditë e veçantë, e para që shënon është ditë e memorjes kolektive për të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, është ditë kur Vasfia, bashkërisht me familjen dhe organizatën, ka shku te vendi i krimit, aty ku në moshën 16 vjeçare e ka përjetuar një trajtim të pa imagjinuar njerëzor. Edhe nga aty, Vasfia i fton institucionet e Kosovës që 14 prillin me lanë si ditë memoriale për të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës. Pra, i përullim guximit të kësaj gruaje, e cila është afër nesë, e më pasaj për të vazhduar me shuretën e cila publikisht rastin e saj e çoi te Prokuroria Speciale për Krime Lufte, vetëm e vetëm për të nxitur gratë dhe burrat për të kërkuar drejtësi. Po ashtu, sot ndjem e përmbushur emocionalisht që mozaiku të këtyre 2 heroinave ju shtu edhe një rrëfim i një burri, një burr nga Drenica e cila me vështirësi edhe me plag e ka kaluar luftën, por edhe pas luftës, ai arriti pas një pune të gjatë me psikologët e organizatës ta ndajë rrëfimin e tij. Jo vetëm si i mbjetuar i dhunës seksuale, por i mbjetuar edhe i masakrës së Dubravës. Unë mendoj që rrëfimi i tij do t'i zgjojë mijëra zemra të heshtura, të cilët ende përpëlitën, kanë frikë në familje të flasin për krim të luftës. Sikurse Vasfia që i ka shërbyer si rrugë ndriçuese këtij burri për të dalë në publik, unë uroj edhe shpresoj që edhe rrëfimi i Danit t'ju shërbej me mira grave dhe burra, të cilët ende në heshtje e vuajnë plagën e luftës. Vasfie, tash je bo heroin, po deri vonë kërkush ki kalu vite tona kur njerëz nuk e kanë ditë çfarë të hek. Tash Danit e ke inspiru. Përveç asaj e ke inspiru vendimin që është marrë sot. Qysh po nihesh tash që ato hjeka a mujnë na herë me të kompenzu për çto vitet e fundit që ke bo ndikim të hatashëm me ndru krejt muhabetin rreth kësaj qasje në Kosovë. Jekat jo nuk kompenzohen me asnjë gjë. Unë sot jam shumë e gëzueshme që kanë marrë atë vendim, po ai vendim duhet të jetë i përjetshëm, jo të ketë kohë caktune, se krimet nuk skadojnë. Kështu që unë e lutj qeverinë që të marrë vendimin që të është i përjetshëm, edhe lutj qeverinë që vendimet që janë refuzuar të rishikohen prapë, se unë kam shumë viktima që më kontaktojnë edhe neve Serbia nuk e pranon këto krime që ka kryer në Kosovë. Po kur çohet edhe shteti jon, e thotë që ti nuk je viktim, nuk je dëshmi të mjaftueshme, aja është në përdhënim i dytë për secilin viktim. Kështu që lutj qeverinë që me marr parasysh edhe ato që janë refuzuar. Sa i përket ditës së sotme, unë jam e gëzueshme që kena arrit me dalë edhe një mashkull, sidomos prej Drenicës, se ne e dimi se si është mentaliteti i shqiptarëve. Ka qenë shumë e vështirë, unë me Danin kam folë që 6 vjetë, non-stop, edhe para se me i treguaj i grus vetë, unë i kom thonë që është shumë mirë nëse mërë godzimin që me folti me grun, sa aja ka me të përkra shumë. Ka dalë Vasfie, jetu na thonë që ty t'ka kallëzu para se mi kallëzu grus vetë. Po. Unë më kujtohet shumë mirë, kër më ka shkruar dhe më ka thonë, vetëm po kam që me bisedu me ty se jam viktim, edhe ato për ato e kom jap numrin, më ka thirr
Dhe tash mundesh me bisedu me Danin shumë shpesh, unë ka marrë në telefon, ka qenë vonë, ose në Amerikë, ose në Kosovë, edhe ai ka dalë me hec, ka dalë prej familjes, që mos më kuptu, edhe me folë me mu, edhe ka qajt, e kemi qajt bashkë, edhe ai ka marrë guximin me dalë, se unë e kam japë ati kur ajo të madhe. Kështu që sot ndihem shumë mirë dhe shpresoj që edhe tjerë le të marrin guximin, le të kanë vetë besim që me dalë, të tregojmë Kosovës, të tregojmë botës se ç'na ka ndodhur. Mos të heshtëm se faji absolut nuk është ka një jonej. Pasi e the diçka shumë e rëndësishme në fillim, që edhe po më pëlqen që ti s'knaqesh me pak, dhe o marr vendime për me zgjat ç't komision, po unë po e du me qenë pa afat. Që kjo një. E dyta që më la përshtypje është që po kërkon, e s'po du me kalu pa e potencu që po kërkon prej komisionit me pas vëmendje për shkak se prej 2225 kërkesave për njohje statusit viktimës, 359 janë refuzuar. Janë pranu vetëm 1748 kërkesa. Dhe që kanë orë njerëz të kanë anku. Çka është hapi i arshëm? Çka duhet me ndru komision ti si aktivistja më e madhe kësaj punës? Je mu veç e mbijetuar, aktivist je, se jetu punu, e lobu, e avoku, te politikan ton me ndodh kjo, me ndodh çka ndodhi sot. Po megjithatë, po du me të pyet, përveç zgjatjes afatit, pa afat, çka tjetër duhet me ndru që të qasjen që e kemi ndaj viktimave? Komision edhe tutje. Jeta nuk është si raport që nuk kam kërku prej qeverisë, komisioni me të gjitha rastet, se me të vërtet është e torpshme, mos me të njeft, vujtja, dhimbtja, kena viktima që kanë dëshmi, kanë dokument mjekut, ka pas dëshmitar, edhe ato nuk marrin parasysh heq. Edhe është tjetra, se si trajtohen viktimat para komisionit. Viktimat kërkojnë dinjitet shumë më trajtu, edhe me respekt. Komisioni ato pak nuk është që më kanë fort për hatër, sonë edhe foli. Do të me morë masa se komisioni, ose më ndryshu, ose me pas dishka tjetër në komision që e shikon qatë komision, se si po dodhin që këto gjëra më refuzu gjitha ato raste. Po këto është edhe shoqatat e kam bërë të vetëm, po edhe ma shumë se shoqata si krejt, duhet me kërku prej komisionit që mu aprovu rastet e jo më refuzua gjatë. Faleminderit Shyrete Tahiri Sulejmani, përveç që ke dalë publikisht, është një punë e madhe që e ke bo me dëshmin, si Vasfia, po ti e ke vazhdu tutje një punë të marrjes daljes para gjykatës, kërkesës së drejtësisë. Këto kemi prokurorinë e Kosovës, prokurorinë speciale që mirët me rastet dënimit, e kemi hetimet për krimet luftës, policinë e Kosovës që po mirën. Kallëzëm, çka mundet mu bo ma shumë, prej tash e tutje, s'po kënaqem me një ndrim të afatit që na u ka mundësu grave që dojnë me kërku pensionin dhe në 2027 me aplikue, po duhet me thonë faleminderit. Përveç asaj, çka tjetër duhet mu bo prej drejtësisë, Shyrete? Faleminderit Jeta, faleminderit për krajen juaj, i falenderoj musafert. Ne jemi Kosovarët shumë mikpritës, kështu që kisha dasht në gjuhën angleze për shkak të ambasadorit të Anglisë t'i përgjigjem pyetjes suaj. Si dush. I think we need to do more. We are not happy. What the government did. I think the president of Kosovo is doing her best, and we want to thank her for her support. And I want to be more specific, as she is one of the kind that she supports us in every step. I want to thank KRCT for supporting us. As we saw today was a very special day, as a new person, a friend, a brother joined us. I think government needs to work more about the justice. As my case, they are just right there, not doing anything. I cannot say that is from my point of view, as it didn't go
well, not yet, but I think they need more people to work on this. This is very important for us, and if we don't have justice, we will not have a peace. So this is my answer. Thank you. Faleminderit. Milinda Soda e udhëheq Medika Gjakovën, është organizatë ndërkombëtare, e ju udhëheqni që në Gjakovë që mirret me raste të ndihmës psikosociale dhe ndihmës ekonomike ndaj grave. Këtu çka kemi nevojë lind është sot me na kallëzu edhe për stigmën. Çka po përjetojnë ato gra të cilat nuk kanë dalë, nuk janë fuqizu, nuk e kanë për krojen që e ka pas Vasfia, Shyretja edhe Ramadani sot. Sepse anën tjetër na shumë pak e shohim, a mundesh me fol nemën që atyne. Kallëzona na i shembull kur familja nuk po e përkra gruan e cila ka vendos me tregu rrëfimin e saj, mos me mshef, çka po ndodh me to? Po, faleminderit Jeta, më lejo së pari që për ulem Vasfijes, Shëretës edhe Ramadanit, edhe gjitha të mbijetuarve të tjerë të cilët çdo mëngjes zgjohen me një kujtim, me kujtimin e një dhune të cilët nuk e kanë zgjedhur vetë. Dhuna është një barë që nuk shihet në mendjet e tyre, nuk shihet në trupin e tyre, mirë po i rëndon shumë. E këtë rëndes edhe më tepër stigma e rëndon edhe më tepër, e cila është shumë e dukshme dhe shumë aktuale në shoqërinë tonë. Të mbijetuarit deri në vitin 2014 mund të them që kanë qenë të mbijetuarit e dhunës seksuale kanë qenë të padukshëm. Ishin organizatat ato të cilat kanë punu. Mirë po ata ishte tabu edhe për ne si organizata dhe për të mbijetuarit deri në 2014 që ka qenë temë tabu. Pas 2014, kur u amandamentu ligji, edhe kur institucionet tona pranuan dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë, atëhere filloi të flitet për këtë çështje. Mirë po shihet që numri ende është shumë i vogël i atyre të cilët flasin për dhunën seksuale që ju ka ndodhur gjatë konfliktit. Mirin, për shembull, nëse po thonë gjithmonë numri i vogël, sa gra prej listës organizatës juaj i keni në listin të mbijetuar dhunës seksuale e sa kanë pranuar me apliku në komision? Po, në databazën tonë kemi diku rreth 1000 të mbijetuar të cilët janë të regjistruar dhe marrin shërbime psikosociale, juridike, shërbimet ginekologjike dhe fuqizimin ekonomik. Mirë po, diku rreth 160 deri në 200 vjeta, ndoshta mos jam shumë sakt me numra, po është ky numër që varion, që ende nuk kanë marrë guximin të aplikojnë për pension edhe për të gjitha reparacionin edhe mundësitë që ligji ju ofron deri më sot. 80% asaj liste kanë marrë guximin. Kanë marrë guximin të aplikojnë, mirë po jo shumë haptas, shumica prej tyre ende familjet e tyre nuk e dinë, shoqëria nuk e dinë, rrethi nuk e dinë për atë çfarë ju ka ndodhur. Kështu që duhet të punohet me to shumë, edhe me familjet, edhe me fëmijët e tyre tani pasi që veç janë të rritur, që të ndihmojmë edhe të mos stigmatizohen me tutje. A ki raste kur familja si ka pranu inicialisht dhe mandej e ka ndrumen? Po, ka shumë raste të ne, mirë po kujtoj që dhe të gjitha organizatat të cilët merren me këtë çështje ka kësi raste, dhe këto janë rastet më të shpeshta, që gjejmë një arsye që të ofrohen deri te organizata për të marrë shërbimet dhe pastaj gradualisht bëjmë duke punuar edhe me familjet, edhe me partnerin, edhe me fëmijët, atëherë bëjmë të mundur që së paku familja ta pranoj edhe pastaj gradualisht duke i fuqizuar edhe në aspekte të tjera siç është fuqizimi ekonomik, apo edhe këshillimet juridike dhe të drejtat juridike që ne ju ofrojmë atyre ata të fuqizohen edhe të pranohen ndoshta edhe nga rrethi vet edhe nga komuniteti më gjerë. Kallëzona dhe çka u puna e kësaj kartelës që halas u funksionalizu, se ne se kemi pas fushata s'ka qenë veç për pensionin, kanë pas me marrë një lloj kartele. Beneficione të tjera. Çka kish një muqe ajo kartele dhe a është u zbatu? Sikur ta kishim një kartel, më të vërtet do t'ju ndihmonte mjaft për të shfrytzuar beneficione tjera të cilat
qeveria dhe ligji ju mundson të mbijetuarve, pasi që nëse ata dëshirojnë ose ato dëshirojnë të fitojnë ato beneficione të cilat ligji ju mundson, atëherë ato duhet ta tregojnë vendimin në statusit të dhunës seksuale të luftës, gjë që i bën të hezitojnë pasi që ju zbulohet identiteti. Kështu që sikur të ishte një kartel, atëherë ishte shumë e lehtë që do të ishte si viktimë civile e luftës, do të ishte shumë e lehtë që të shfrytëzohen edhe beneficione tjera të cilat ligji ju mundson. Feride, po do me shtunë që temë. Desha të ftoj që në procesin e reparacionit, në kohën kur kemi avoku si organizata shoqërisë civile, pa dyshim në atë kohë ka qenë shumë e vështirë më mendu qysh ka më rregullu kjo skemë. Qysh këto gra edhe burra kanë marrë të komisioni, si ka me qenë qaj vendimi komisionit, çfarë dëshmi kanë me përdor, e mbi gjithë këtë perspektive dhe rrugtim kanë qenë zëri i të mbijeturave dhune seksuale që na ka mësu edhe na ka udhëzu qysh mas mirëti na me trajtu këtë çështje. Në atë kohë e mbaj mend si sot, këtu e kemi edhe Kadirën, që është pjesë e organizatave qeveritare, kemi marrë vendim që të mbijeturat e dhune seksuale t'ju lëshohet një kartel si viktima civile të luftës. Pse si viktima civile të luftës? Se një farë formati, viktima civile të luftës ka qenë botuese e tërë shoqëria. Kështu që vetëm e vetëm për m'ia mbulu identitetin edhe ato mos me dal si përfaqe, është mendu që pasi t'i jepet vendimi, njihet statusi nga komisioni qeveritar, del me një lloj kartele si viktimë civile e luftës. Çka ka pas me mja mundësu që ajo kartel, viktimës? Ajo kartel, si viktimë civile e luftës, ja mundësonte lirimin nga takset dhe tatimet. Strehim shoqëror dhe social në moment kur të mbijetuarit e dhunës qoftë që janë largu nga shtëpia apo ende kanë vështirësi në banim. Ferida, a ka hala raste që po qitën për shtëpisë? Ka raste. Kur deklarohen? Kur deklarohen. Sot në 2025. Edhe ka dhunë familje. Unë dua të them që 25 vjet pas luftës kemi ende dhunë familje të ato gratë të cilat pa dëshirën e tyre kanë qenë pre e fushbetjes së luftës edhe fatkeqësisht ende dhunohen edhe nga familjarët, edhe këtë mesazh po du me thonë publikisht për faktin që po du që përmes mediumit juaj familjarët me kuptu që ato si janë fajtore. Viktim kanë qenë edhe burrat, e pam sot historinë e Danit që e elaboroj në mënyrën më të mirë të mundshëm, që kanë qenë pambrojtër. Edhe me ricitu Danin, Feride, gruaja i ka thonë, masi që i ka kallëzu ky gruz. Njëherë kish qajt, s'kan fol kur gjo, edhe Dani tha me njëherë mas asaj më ka thonë, luft ka qenë, gjithë kujt ka mujt me ndodh, ti s'ki pas faj për atë punë. Shumë la për shtypje që Ramadani tha, gruaja më ka shnosh me çto fjalë. Po, në fakt kur Dani e ka nda historinë e vetë me bashortën, e cila ka qajt të natën në mëngjes, ja ka dhonë për krajën maksimalit mundshme, a i thot në atë moment bota është bëhe imja, për faktin që e ka pranuar gruaja pavarësisht historisë të tij gjatë luftës. Edhe shumë gra, edhe burra, ende kanë të vështirë me nda. Dua të them që jo gjithmonë do t'i pajsojmë burrat. Pse? Se krimi i dhunimit ka ndodhur në prezencë të bashkëshortëve tyre, ka ndodhur në prezencë vëllezërve, motrave, familjarëve, njerëzve të panjoftën. Edhe i ka impaktu edhe ata janë pjesë e traumës, edhe nga njerë forma dhe mënyra se si reagojnë traumë, është edhe pjesë edhe dhuna familjare. Kështu që unë veç du me përçu mesazhin përmes këtij mediumi, mi ftu gjithë ata familjar, mi përkrah të mbjetum. Si shta Dani, turpi është e ai që i ka dhunu, nuk është te ata që e kanë përjetu, pasi ata kanë qenë të pabarabartë në rrethana lufte. Kështu që uroj edhe shpresoj edhe ky emision, edhe historia e Danit, të arrit të shliroj nga kjo stigmë, nga kjo turp, nga kjo fajsi, edhe familjar që e përjetojnë. Edhe pas luftës, kur i kemi qasë terrenit, më kujtohet në atë kohë, në moment kur anëtarët e familjes e kuptonin që ne mund ta intervistonim apo t'i japim trajtim një gruaje, ata qëndrojnë aty për ta bërë të pamundën me dala historinë sipërfaqe nga frika që ata mund të paragjykoshin. Pra, turpi, stigmatizimi nuk i atakon vetëm viktimat, i atakon edhe familjet. Për atë arsye familjet e kanë zgjedh heshtjen në vend se t'i japin përkraje dhe ta fuqizojnë të mbjeturin. Në fund, ku ka me jetë puna kartelës? Pse s'po zbatohet? Kush o përgjegjës me boqat? Natyrisht që përgjegjës është qeveria, edhe ne e kemi adresu pashtu edhe me institucionet e vendit, për faktin që e mendojmë që kartelizimi do t'i jepte mundësi shumë grave dhe burra për t'i realizu të drejtat e tyre në nivel të komunës. Mos harrojmë se këto gra njihen në nivel të komunës, e kanë shumë të vështirë me shku edhe me qas institucioneve komunale me emën e mbiemën. Ndërsa me një kartel si viktimat civile të luftës, ato do t'i përfitonin këto beneficione sikur edhe viktimat civile tjera të luftës.
Prandaj, po e adresoj edhe sot, kartelizimi është qendror për me realizu ato të drejta të pakta që i kanë në ligj. Veprore, je drejtoresh e Medika Kosovës, edhe i takon këto gra vazhdimisht, kallëzoma përvojën e tyre në qasjen drejtësi. E kuptuam për qasjen beneficione qysh është, po e shohim sa po mujnë me pas qasje në komision, e në drejtësi po më intereson qa përvojë aty në. A ka gra që po shkojnë edhe po dëshmojnë? Fillimisht jeta, unë sot kum përjetu ta ndoj kështu një emocion, kum përjetu emocionet të përzjera, me rastin e shpalosjes rrëfimit Danit. Edhe përgëzoj Danin, e përgëzoj Vasfien dhe Shëretën që kanë shërby si motiv edhe inspirim edhe për Danin edhe shpresoj edhe për shumë Ramadanat të tjerë që ne i kemi në organizat. A keni shumë burra që po pikrisht sot e kishim një me vete, po që realisht akoma nuk janë të përgatitun që dalin publikisht flasin. Qëllimi ishte që takohet me Danin edhe ta merr një inspirim drejt për drejt për i ti, momentin kur janë të gatshëm edhe burrat edhe gratë që i kemi në organizat, sigurisht që do dalin publikisht dhe mendoj që do të vi koha, kur stigma do të zbehet dhe kjo përvojë e shpalosjes publike do të bëhet ma prezente në shoqërinë tonë. Pse them emocionet të përzjera? Në kohën kur Ramadani shpalos të përvojën e tij, unë isha duke kujtuar një grua të veçantë, e cila nuk jeton më, që e ka deponu rrëfimin e saj në prokurori speciale para disa vitesh, e cila mund të ndodhë tash akt akuzën e ka shpall prokuroria speciale për këtë rast, por që fatkeqësisht ajo grua nuk jeton më. Ti shpau dështë pa dëshmu? Ka fitu statusin edhe ta them që statusin e ka gëzu vetëm për 1 vjet e gjysmë. Edhe është shumë mirë që afati do të zgjatet dhe unë mendoj që nuk duhet të ndalemi me 2 vite, afati duhet të jetë i hapur për gjithmonë. Si e knaqun, a? Nuk jam as pak e knaqur. Mendoj që duhet të hapet afati, të ngelet i hapur, si gjitha vendet e rajonit që ka një afat të hapur, se krimeve të luftës e ta Vasfia nuk ju s'ka don afati. Jetu thonë, vendet e rajonit s'kan heq afat në aplikimin për reparacione për dhunim? Unë sa di unë e Bosnia s'ka. As Kroacia s'ka. Në më thonë janë 2 vende që kanë përjetu luftën në kohën e ish Jugosllavisë dhe nuk kanë afat të caktuar. Prandaj mendoj që dhe ne duhet t'i bashkohemi këtyre vendeve, pavarësisht që Bosnia për shembull ka disa kufizime ligjore për shkak strukturës qeverisës së të komplikuar që ka Bosnia, po unë mendoj që ne si shtet i pavarur duhet ta kemi pa afat këtë mundësi. Ta themi kështu, që shumë si e mbijetuara që ka vdekur, të kemi mundësi t'i përgatisim gratë, t'i qasën drejtësisë, sa i kemi dëshmitarët e gjalla. Koha bën vetën, mosha bën vetën. Trauma, gjithashtu, kanë ndiku mjaft edhe në shëndetin e tyre. Sado që ne jemi t'u ndihmu, megjithatë kalon pasoja në shëndetin fizik, ta quaj ashtu, se në shëndetin mendor jemi t'u punu dukshëm që të rehabilitojmë ato gra. Ta them edhe këte që në Facebookun e organizatës e kemi postu një video homazh kushtuar 38 të mbijetuarave, është postimi në emër të platformës Bëhu Zërim të 4 organizatave, ku i kemi mbledh dhanat sa ju kanë vdek, sidomos gjatë 10 viteve të fundit, se si kemi të gjitha shënimet. 38 të mbijetuara 38 të mbijetuara kanë vdek gjatë këtyre viteve, pa arritur që ta gëzojnë reparacionin, disa për tyre as t'i qasën njohjes së statusit edhe të mos e arrin drejtësinë. Kohëve të fundit jemi dëshmitar që i rrit numri akt akuzave. Mirë po për më rrit numri akt akuzave, pa dyshim, duhet një bashkëpunim i ngushtë me Prokurorinë Speciale për Krime Lufte, duhet një bashkëpunim i ngushtë me Policinë për Krime Lufte, po mbi të gjitha duhet një bashkëpunim profesional me të mbijetuarit. Pra, për te dimenzionit institucional që duhet bashkëpunohet, duhet fuqizohen,
duhet ta kena çastin e ndjeshme traumë, pa diskutim, duhet të punohet me të mbijetuaren për me arrit që mozaikun e saj traumatik luftës me arrit me shpalos gjatë këtij procesi. 25 vjet pas luftës nuk është e lehtë për asnjë person me hi edhe me ndo përvojën e vet traumatike. Me kalimin e kohës edhe memoria zbehet. Prandaj du me vu theksin e veçantë se sicila gru edhe burr për me hinë proces të dëshmisë duhet patjetër të jetë e shoqëruar me ndihmë psikologjike, por edhe me ndihmë juridike. Sfundi dua ta ndaj edhe një sukses me gjykatën themelore të Prishtinës, ku bashkërisht me ambasadën britanike kemi arrit për herë të parë me kriju një dhomë të sigurt, ku të mbijetuarit mund ta shpalosin rrethimin e vet në formë elektronike pa u ballafaquar fare në dhomën apo në gjykatore, edhe ku aty mund të jetë prezent edhe dhunuesi apo personi që pretendohet që ka kryer krimin. Tani sfundi janë rreth 11 akuzat, të cilët po vazhdojnë, pastaj është rasti i parë, 22 vjet pas luftës, i cili fatmirësisht është konfirmuar nga Gjykata Supreme, dhe si rezultat i kësaj një dhunues është prapa grilave, që ka qenë moment historik, dua të them jo vetëm për të mbijetuarën, jo vetëm për familjen e saj, po për tërë Kosovën, për me dhënë shpresë gjithë grave dhe burrat se drejtësia ekziston dhe drejtësia mund të qohet në vend nëse ka një bashkëpunim të mirë edhe me të mbijetuarën, edhe me prokurorinë speciale, por edhe me gjykatën gjithë. Urdhna veprore? Deshta të plotësoj, ta them atë që ne jemi të kënaqur që spaku të mbijetuarat japin dëshminë e gjuhën anëtare. Na kemi raste kur në kohën sa ka qenë kryekriminali Milošević në Hag, i kemi pas 2 të mbijetuara që janë ftu si dëshmitare atje. Pas kësaj kohe, në kohën e misionit e Euleksit, Departamenti për krime lufte në kuadër të Euleksit, i ka marrë dhe dëshmit e 3 dëshmitarëve tjera në organizatën tonë. Është shpallak të akuza, nuk e dim akoma se çfarë ka ndodhur, po megjithatë ka ndodhur një proces shumë i ndjeshëm edhe është bërë përmes përkthimit, që ka pas sfida në këtë proces edhe në aspektin thjesht teknik të marrjes dëshmisë. Tash jemi të lumtura që një proces të tillë e realizojmë në gjuhën e dëshmitarëve. Kjo është shumë e rëndësishme, lind, po du me kry me një pyetje lidhur me thjesht përkrajen ekonomike që e kanë këto gra. Folëm për përkrajen drejtësi ose qasjen drejtësi, qasjen komision. Në fund ditës, sa gra të mbijetuara keni mri me i shtim punë, që sot me qu rogën shpe dhe mos me ju nështru kërkujt. Sa prej të ne punojnë, prej këtëne që punojnë jo me ta? Mund të them që fuqizimi ekonomik është shumë i rëndësishëm pas trajtimit që bëhet, shërbimit psikosocial, shërimit, përpunimit traumës. Atëherë edhe krijimi i grupeve vetë përkrahëse ku të mbijetuarat përkrahin njëra tjetrën është shumë e rëndësishme. Prej aty trajnohen në bazë të resurseve që ato posedojnë dhe pastaj ne si organizata ju ofrojmë të mbijetuarve, pajisja, apo çfarë ato kanë mundësi që të zhvillojnë një biznes. Deri më tani mund të them për organizatën tonë, mirë po ka edhe në për organizata tjera, aty është numri i afër, që diku rreth 200 gra kanë përfituar nga sektori i fuqizimit ekonomik, ku ato janë trajnuar, prodhojnë, qoftë kanë hap start-upe, biznese, ose edhe punojnë në kushte shtëpiake, ku produktet e tyre plasohen në treg. Ne kemi hapur 2 dyqane, një është në Gjakov me Dika Shop, ku plasohen në treg produktet e të mbijetuarave, agrobujqësore dhe pundore, ku ne i shesim ato produkte dhe ato të hyra drejt për drejt kalojnë të mbijetuarat, edhe dyqani tjetër që tani bëhet 1 vit që është hapur edhe në Prishtinë, ku ka të njëjtin funksion dhe janë me produkte nga të mbijetuarat e dhunës seksuale të Kosovës. Pra, krahas shërbimeve të cilat ne ofrojmë, fuqizimi ekonomik me të vërtetë është shumë i rëndësishëm që të kalojnë edhe stigmen. Kjo zbut edhe pozitën e gruas në familje. Kur një e mbijetuar dërgon
të hyra në familjen e tyre, atëherë dhe pozita atyre ndryshon. Pasi që ne kemi pas rast, ndoshta nëse më lejohet, mund të hyjë në një rast konkret ku një grua për 14 vite nuk ka guxuar të del nga dhoma, gjumit edhe kuzhina, ku djali i vet, kjo ka qenë e bukur krejt stories, ka ardhur dhe ka kërkuar ndihmë, djali adoleshent dhe kërkon që mami i timi nevojitet ndihma juaj. Edhe për 2 vite e gjys ne nuk kemi mujt të hymë në familje, në atë familje, pasi që kemi hasë në barjera të shumta nga rrethi familjar, se ajo jeton të një bashkësi familjare, pasi që burri është të vrarë në luftë, dhe në mënyra tona këshilluese të psikosociale të organizatës, arritën që të hyjnë në atë familje, ku spari krye familjari erdhe në zyrat tona, na kontrolloi të gjithëve, hyri zyre në zyre, edhe vërtetoj që është një organizatë serioze dhe atëhere reja ime mund të vite ju në shërbim. Mirë po jo për traumën e dhunës seksuale, mirë po për atë traumën që ka humbur burrin. Gradualisht të punu, me të arritëm që ajo sot, pas referimit të sektori ekonomik dhe fuqizimit ekonomik, që ka një punë shumë të mirë me bleta, ku i kemi dhuru bleta dhe ajo sot shet mjaltin, realizon të hyra, i ka shkollu fëmijët, edhe është një gru që pozita në familje i ka ndru dhe është në gjendje që dhe të merr pjesë në vendimet në familjen e saj, pasi që në atë familje dhe vajzat e asaj gruaje është dashur që të martohen, veç të martohen, pasi që kjo është turpi i shtëpisë edhe puna mesin vajzat në shtëpi pa martu. Kështu që aty ka thonë stop, se tash unë mund të flas për vajzat e mia, edhe me të vërtetë është një rast që është për të theksuar edhe për të thënë që asnjëri nuk duhet të jetë i fuqishëm, se nuk duhet të dorëzohet, se ditët e mira vijnë edhe mund të jemi të zotë vetvetes. Kështu që të gjithë të mbijetuarit mund të vendosin për veten e vet dhe për fëmijët e tyre. Punë ngjashme për fuqizim ekonomik edhe psikosociale bën edhe Kadire Tahiraj, që nështë nuk është panel, po du me përmend sepse udhëheq organizatën më të fortë për ndihmë këtyre viktimave në Drenas. Faleminderit për punën që e bën, sidomos me broshat, cilat krejt Kosova jemi krenar kur po i blejnë brosha, stolitë ndryshme që po i bojnë gratë e mbjetuara. Unë Kadire. Faleminderit Jeta, emisionet tuaja veç jetë na japin. Shumë e vërtetë antarët tona për me startit kemi vendosur me përçu zërin e klimit luta në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Po pyetjen që e bën e lindës që tha punësimi a bëhet të mbjeturat, punësimi bëhet vetëm përmes organizata, pasi se ligji parashef punësimin në për institucionet, na deri me tani nga 2018 nuk kemi arrit as të mbjeturët të punësohet në institucione, pasi se ligji parashef edhe punësimin në kësaj kategorie. Do me thonë, krejt punësuarit që kemrimi është në bazë të OJQ-s me cilën punon. Bazë të OJQ-s edhe bazë fuqizimi ekonomik për i gradë qëmë dhe ndonjë tjetër që kemi punësu, pasi që janë afsu në kurse rrabaqepsis në bërë sektoret private, po nuk kemi arrit asë nere të punësojmë ndonjë të mbijeturë lutës në institucionin Kosovës, pasi që ligje parashe edhe punësimi. Po kemi provu, na? Ka qenë një shpallje mirëbajtje një kopshit fëmijëve, kur kam shute një drejtor ka thonë jo nuk muj me punësu se është mbijeturë, është me trauma, nuk mundet me qenë para fëmijëve. Aja ka qenë vetëm një konkurs, ka qenë një mirëbajtje. Pasi që ligje dhe parashem punësimi, po na nuk kemi arrit asë në herë që të mbijeturat të luftës të punësuhet në institucione. Edhe një gjë që dallon, po ma kujton punën e suksesi që e kanë veteranë me hin punë me librezën e veteranëve. Nuk po muj pa të pyet. Si mbjetuar pas ka thonë që është i traumatizume, a veterani s'ko ka i traumatizum? Jo, as të kategorie, fatkesisht Kosovë, edhe kjo kategorie është të dalën nga lufta, po nuk e kanë trajtimin, dinitetshëm sikur se kategoritë e tjera nga lufta. Do të them edhe do shta një pyetje, sidomos vasijës, pa që si është përfaqësuese speciale dhe ka ma shumë komunikim me qeverin. Çka mund me bëjë për këto raste të cilat jo është refuzuar? Fatkesisht jo është ka kaluar edhe procedurat afatit kohor
që këtu a ka mundësi ndonjëherë që këtu gra mori edhe njëherë më bërë aplikimi, pasi që nga komisioni nuk kemi pas ndonjë vendim diçka që ka pas ndonjë arsitim të detajuar. Vetëm ata nuk është bindse. Mund të them sot ma shumë gra e kanë vështruar gjykatat e Kosovës për me njoftë statusin, se sa me shku për me ndëshku krimet që ka ndodhur. Edhe na lështu gjykata, do me thonë, kur e kanë marrë refuzimin prej komisionit, gratë, e kanë qu komisionin gjykatë. Edhe gjykatë e kanë fitu rastin. Jo, ende jo, po disa nuk kanë mujtë, shumita që ti numri 350 sa është revozime, nuk kanë pasur mundësi me shku me kërku drejtësi për me gjykatës me njoftë statusit. Për shkak frigës se mos po zbuluan që janë të mbijeturat luftës. Shumë pyetje mira, kanë me mujtë me apliku, edhe pse Vasfia s'është komisioni. Arsyeja është që refuzimet, a ka mundësi më ndryshu këti legjë edhe më jap mundësi që aty në grave, që më refuzue edhe në jap mundësi për reaplikim. Kemi pas të raste... Kur farë arsyetimi s'kan pse? Vetëm nuk është e bindshëm, kemi shumë, që nuk janë është e bindshëm për komision. Por na kemi 5 raste ka qenë njëjtë ngjarje, 4 ju kanë njoftë status, si njënës ju ka refuzuar. Kadire, është edhe një element që tu për veteran që lidhet, sepse kur shoqata e veteranve, shoqat OJQ, si ju, kur i ka thonë qeveri që ta janë veteran, qeveria kur se ka shti veteranin me marrën pyetje, qysh po i shten juve. Në anën tjetër, pse komisioni, kena bo komision me na marrën pyetje gratë, e nuk e kena pranu thjesht listën e OJQ-jave, te gratë, po i kena shti gratë me shku me dhonë intervist, atë veterani ja ka marrë shoqatës OJQ-ve, ja ka marrë blanko, që ka thonë shoqata e ka marrë? Unë mendoj një ndër komisionet që ka qenë, për më letësu puna, ka qenë këj komision për njërë në statusi viktimë dhunë seksuale. E thamë me shumë përgjësi, se cila organizat që ka drejtu e klientet, se cila ka pas që i ka trajtu me vitet e tëra. Për ta e stajnë e ka pas një raport psikologjik. Krasi me njërë në statuseve të tjera. Unë mendoj që këj komision, na jemi mundu me javletësu punën, edhe jemi mundu e që sa ma letë me kalu këtu gra. Po fatkesisht, për disa të mbjetura që në thirë fizikisht një intervist, komisioni ka qenë gjykatë. Plotësisht. Edhe shumë vështirë është para disa antare, dëbatë rrëfime intime për njërën e një statusit. Arsyeja kemi të tjerat, për arsye se beneficiore... Veç me të përgëzu, është shumë në rëndësi që ky moment, ku ti nënën e majtë e ki komisionin, antarën e komisionit, edhe s'po të bënë syni vërë, edhe pëthu, pa marrëvarësisht, po du me shtinë situatë të palakmushme me folë, hisë me duve që në vend tonin shumë këshin thonë, garan zguzën me kritiku se i kundërvihet, nuk ja merë palët, të kundërvihen të hakmiren, po faliminderit që je kaq e guximshme, jo veç mu marrë me këto gra, po që sot 25 vjetë mas lufte, mos mu tut me ja thonë hyqymetit, fjallën, në ftyrë, edhe kur e ki zoe në ofër që përpasën qatë komision. është shumë e mirë, jeta dhe realitetin kur është edhe kur njeri punan me realitet me sinqeritet kur mos t'i friget çdo sfidë që del përballë. Faleminderit. Vasfije. U kthyem që aty ku ja nise ti për komisionin. Edhe nuk shto po dy me drejtu, jo vetëm Kadirës, po se cilës viktim. Se e thona një fjallë nga shkort të Shqip, unë prej lkure nuk mëj me dalë. Se qka kërkojnë viktimat prej meje, unë e kam kërku prej gjithve. Po kur janë shoqata që janë mirë me këtë punë që 25 vite, e s'po mujnë me bo ndryshime, qa mundet me bo një Vasmije vetme, të rëgëm ne, edhe unë e bëj. Kam kërku të se cilë person, mundru ligji, mos më refuzu rastet, po ku jena sot? E kështu që nuk... A di ku jena sot, si kësha po këtë zi, e di që ty po duket zi veç, sot djera që ka mu zgjohë që këj komision, dhe i dje, ish kërsnimit që s'ka me mujt as një gru mo me apliku, mas prillit, tash mundet me apliku, 1, 2, që ku jena sot, një burë, masi që ki fol ti, i ki dhonë zemër një burri, jo shumë shpesh histori shqiptarëve e prin gruja, e burri e sfirohet pisa, jo shumë shpesh, nuk ka që s'ki bo kur gjo, nuk ka që s'ki bo kur gjo. E po ta fjallin për komision, për stigmë. Kena me ndrua, da komision. Sa për këtë stigmës, tabus,
kërkush nuk ka bo ma shumë se Vasfia. E duhet me të qenë mirë njës, si viktimat, si shoqatat, se ku marrit me të bani diçka që nuk ka mujtë kërkush. Unë kam qenë vetëm 16 vjeçare. 6. Unë me shka ballafaqone sot ditën e sotit, mas 26 viteve, nuk kam dallim prej viktimave që jetojnë në Kosovë. Edhe pse thojnë, kjo ka shumë lehtë, se është në Amerikë, ku të djone. Jo, se vujtjen, dhimbjen, të merrin, frikën, unë e kam së të tëna tjerat. Së të tëna. Po kështu që unë e kam e bosh mos me ndryshu ligja ku të djone, po pelkurës më i dalë prapë të thëmë. Shyrete, pithojnë Vasfijës, pithojnë letë e kisi e në Amerikë. Ti? Jetojnë Kanadë, po me të vërtet që shta Vasfia dhimbjen ku të shkojshe merr me veti. Po. Krejt njëjtë, na jemi njerëz dhe nuk mundesh me vetëm mësosh me jetu me qatë dhimbje. Qaq. Mirë, Urna? Veç për komisionin, mas pari është të vërtet dhimbje në bartë, gjithë ku do me veti, ashtu është. Edhe unë mendoj që të shkojsh edhe në planet tjetër, traumën e bartë me veti, mund të ketë lehtësira, se i përket stigmes, do tjetë ma ndryshe kur nuk jenë një ambient të stigmatizum që është shoqëria kosovare me gjitha të dhimbje në bartë me veti. Edhe duha ta vërtetoj këto që tha Vasfia, se shumë është mundu, edhe sa ka qenë antare e Komisionit për Drejtat Njeriut, ta adresoj çështjen e qasjes Komisionit Qeveritar ndaj të mbijetuarave dhunës seksuale. Mendoj që gabimi kryesor i krejt këtij procesi është se Komisioni jonë është të implementu një qasje shumë administrative në këtë aspekt. Mendoj e kjo qasje administrative shpesh nuk të le ty me implementu qasjen humane, empatike, edhe të bazuar në nevojat të mbijetuar që tha ambasadori survivor-led process, as pak nuk është e udhëhequr për mbi nevojat e kësaj kategorie të luftës. Nuk po du me amnestu Komisionin. Me gjithat, duha të them që ka qeni përvojë e re për Kosovën jeta. 18 vjet, 19 vjet pas luftës, ka fillu njohja ligjore të mbijetuar dhunës seksuale, edhe ka qenë një mekanizëm që është ndërtu, ndoshta tu shërby në përvojën e Bosnjës edhe Kroacisë, të mundu që nga përvojat jo të mira në këto vende, mund ndërtu një përvojë më e mirë dhe më avancuar në Kosovë. Pavarësisht këtij sfidave me cilat ballafaqohet, përvoja e Kosovës është bartë në Irak, është bartë në Ukrainë, është bartë në Kolumbi, është bartë në DRC, edhe mbot një si një përvojë e mirë, ku institucionet për herë të parë kanë filluar me dhënë një pension personal për të mbijetuarit e dhunës seksuale. A duhet mu avancu ky mekanizëm? Patjetër se duhet mu avancu. A ka ankesa në raport me mënyrën që qaset Komisionit të mbijetuar? Pa dëshim që ka. A menon që duhet me vazhdu që kjo marrja në pyetje? Ti po më intereson si njeri kyç në qëtë proces, Feri. Qa kishe rekomandu Komisionit tarshëm? Që zene nëse duhet me intervenu, me këtë hargjë, mu intervenu edhe në aspekte tjera. A duhet me dalë si në gjyq, që shpo thëtë ka dire, ka erë me përjetu si në gjyq, me dhona të deklarat, kur je dhunu, që shje dhunu, datën, dhimtën, a duhet? A duhet, a s'ka njërë tjetër? Unë po du me thonë, jeta vesh me ju të regu se i kom barqë të procese vetë edhe me të regu pse kam betë. Dhe me thonë, ideja mu taku e mbijetuara, viktima me komisionin o konë ma shumë ju donë hapsir të mbijeturës para komisionit për me shprej vetë vetën. Mirë po me kalim e kohës ka ndryshu këtë dimenzion. Komisioni ka përdorë si vegël të vetën edhe ka fillu mi thirë një nga një dhe kove të fundit, dhe me thonë, po thuj se asë një e mbjetuar nuk kalon pa u marë në pyetje. E kjo s'ka qenë e menu me për fillimit? Me dhe omos nuk ka qenë në favor të mbjeturës. Dhe më procesi si shështë ndërtu në Kosovë. Edhe Feride më falë që po të thëmë, shumica aty janë bura. Unë e di që kjo lunë rëllë. Shumica po deklaron para shumicës burave, as mujnë qatë komision, me bo minimum shumica gra. Qyre aktiviste që keni arrit, krejt jeni gra. E në fund atje po shkojnë para burave. Unë mendoj që këto 2 vjetë që i ka zgjatë edhe jam falendëruar se ndaj qeverisë për bashkëpunimin që e kemi pas, kam na dhënë hapësirë bashkërisht me institucionet e Kosovës me reflektu mbi mësimet e nxjerrura prej 2018 deri më tani aktualisht. Pra ne, si shoqëri dhe si organizata dhe si aktiviste, edhe Vasfia dhe Shyreti, tash edhe Dani, duhet tulmi bashkarisht me numrin tjetër të viktimave që
fatkesish nuk janë këtu në publik, po janë mbrapa neve atje, tulemi edhe të reflektojmë për krejt gabimet dhe lëshimet e mundshme që i ka pas komisioni gjatë kësaj periude, po natyrisht dhe për punën e mirë që e ka bo. Se falë, këti komisioni janë mbi rreth 1800 gra dhe burra që përfitojnë një pension solid që nuk javë largon traumën e tyre. Thjesht është një njohje morale, një satisfakcion shpirtëror, është një drejtësi sociale për të mbijetuarit e dhunës. Është koha edhe momenti që na bashkarisë shoqëri edhe si organizata mu ullë, me reflektu, me nxjerrë në letër, krejt lëshimet e mundshme, edhe me avancu, edhe ma tutje këtë mekanizëm, për faktin se ky po shërben si model për botën. Jo vetëm për të mbijetuarit e dhunës në Kosovë, po shërben edhe për të mbijetuarit e dhunës në Ukrainë, për të mbijetuarit e dhunës seksuale edhe në Irak, për të mbijetuarit e dhunës seksuale edhe në Kolumbi, edhe në vende tjera ku po ndodh krimi, prandaj ja kemi borxh shoqërisë kosovare, po edhe një numër të madh të grave dhe burrave që sot në botë po ballafaqohen me këtë krim. Kosova ka qenë një model i mirë në botë, është përqafu si model i mirë që ka fillu me reparacion administrativ para proceseve gjyqësore. Pse po e them këtë? Se një e mbjetuar e dhune seksuale për me hi në proceset gjyqësore duhet paraprakisht me qenë pregaditur mentalisht, po dhe një farloj njohje prej shtetit. Në moment kur shteti ja një dhimbjen një të mbjetuari, është një farloj validitimi i të kaluar sate. Edhe ndryshon edhe relacionin familje, duhet të. Jo për të gjithë, na duhet të punojmë shumë, edhe ka ende stigme, edhe nuk është veç stigma. Që shtu ndryshon relacionin se e bjen pensionin? Jo që e bjen, po ta një shteti dhimbjen, edhe lufta që është bo që ky grup me hy të ligji për vlerat e luftës. Këtyre grave ju ka dhënë në vlerë në familja, dhe këtë s'dua me mohu. Do me thënë, në momenti kur këto hynë të ligji për vlerat e luftës, edhe këtu graja në vlerat luftës, edhe këtu kanë kontribuar në formatin e vetë. Shumë nga to, përfshirë këtu edhe Vasfia, thoshte që në pas një armë, të pakten që a kisha mujtë e bo, o e kisha vra veten, ose e kisha vra dhunusin. Pra këtu kanë kontribu në familje, jenë kujdes për shpinë, për fëmijët, për plesh, kanë bo bukë, besa për uqëkën, dhe me thonë kanë pas një rol aktiv, vetëm armën se kanë pas me veti. Edhe fakti që jenë hy në ligjin për vlerat e luftës, kjo dëshmon se i ka fuqizu ato gra. Pra sot, na jemi mbledh këtu për me tregu që trauma nuk ka limit. Edhe për me avoku të institucionet e vendit, të shoqëria në tërësi, që për shkak barierat të cilat po i flasin, edhe Vasfia, edhe Shyreti, edhe Linda, edhe Kadirja, edhe Lola, ky afat të mos përcaktohet, për faktin që, Kroacia, Bosnia, vendet rajonit nuk e kanë të afatizuar. Po ashtu edhe Ukraina, edhe Iraku, të cilëve kanë përdorur si model Kosovën, nuk e kanë të afatizuar. Kështu që prej kësaj pse na më të mençëm e kanë afatizuar? Po, ata më të mençëm se na, dollën e morëm shembull. Po nuk mendoj që është në pyetje mençuria, veç duhet me gjetë me kokë të ftoft edhe profesionalisht me arsyetu pse duhet ky afat mos më kufizu. Për çet balancë që po na fal Linda. Deshta te komisioni të stigma. Do komisioni duhet me pas parasysh edhe stigmën e cila është shumë e madhe në shoqërinë tonë. Se në rastet, po ndërlidhi këtu, në rastin kur Vasfia ka dalë publikisht, ne kemi bo në punë në grupe, kemi pyet gratë si e një, kur Vasfia doli publikisht. Gratë u ndihin shumë të fuqizuara. Kishte gratë që kanë thonë kur është përmend tema dhune seksuale në luftë, ne jemi detyruar me dalë prej dhomës për mos më na kuptuar ndonjë reagim antar të familjes. Në rastin e Vasfijes kanë ndajtë dhe kanë mbrojt. Mirë po, në shumicën e rasteve familjarët kanë qenë suportiv ndaj Vasfijes, familjarët të mbjetuarve tjerë, mirë po ka pasu kjo pjesa tjetër që sikur të më kishte ndodhur në familjen time do t'i kisha vrarë me durë të mia. Dhe më thonë, unë jam suportus për dikën tjetër, mirë po në familjen time nuk do më ndodhë një gjë tillë se nuk do ta përkrah. Kjo është një që edhe komisioni duhet krejt civil kemi qenë pa armatosur. Pikërisht, me durët e mia ka thonë që do ta kisha vrarë pas ndodhën familjen tem, ama dikon tjetër po suportoj. Kjo është ajo që po e them që stigma është ende shumë e madhe në shoqëri. Nëse ne kemi mu tregu përballë dikuj, atëherë mrena njerëve nuk dojnë me na prek. Është një çështje që komisioni duhet me i pas parasysh këto gjëra që sa vështirë është për një gru të vjen të ballafaqohet me komisionin, e dim edhe na si organizata që duhet me i marrë ato të mbijetuara, me i
sjell deri te komisioni. A keni pas ju gratë refuzume, organizata ju? Po, gjithë organizatat si njëjtë si barabartë shkon ajo. I kemi të refuzuarat se po problemi është me i sjell deri te intervista. Ato vazhdojnë me ardhë. Nuk e di. Veç pak, ato vazhdojnë me ardhë për tretman psikologjik. Te ju, pas refuzimit. Pas refuzimit. Edhe për me bo një ankesë, qoftë të komisioni ose qoftë në gjykatën themelore. Se ju s'po thuni falë se ki këtë trahum, falë se ki, se s'me thuni ju. Se ne e dim që nuk e ka, dhe komisioni duhet me Që qenë... shpedeni ju, që ju shpedeni, hajtë Se kalë. trajtohen prej fillimit, edhe ka vite që ato trajtohen edhe është shumë e lehtë me vërtetu nëse një imbjetuar është apo nuk është imbjetuar. Edhe kjo është një që komisioni të ketë një qasje më të ndjeshme ndaj të imbjetuarve, se ndodh që ato në familjet e tyre nuk e tregojnë realitetin ku po shkojnë, ato vinë në intervistë përballë komisionit. Kështu që pas refuzimit duhet më ardhë prapë për me bo ankesën për gjykatën themelore. Në qoftë se edhe gjykata themelore ka me refuzu, prapë duhet më bo një ankesë tjetër për Linda, keni pas apelin. raste kur shkon gjykatë, Fiks. fiton gjykatë? Kemi pas raste kur gjykata themelore ka vendosur për rikthim në komision, pastaj komisioni e ka aprovu ose edhe nuk e ka aprovu. Kemi pas rastin tjetër kur gjykata themelore e ka refuzu me meritokraci, që kjo është shumë e dhimbshme. Dhe kemi pas rastin kur ne pas këtij rasti kemi apelu te gjykata e apelit, ku gjykata e apelit ka hudh poshtë të gjitha vendimet të komisionit gjykatës themelore dhe ja ka njohur statusin gruas në mënyrë retroaktive, domethënë prej ditës kur ka aplikuar në Faleminderit komision. Shyrete. Për komision. Për komision. Unë po habitem nëse e kanë zgjat për 3 vjetë, pse janë refuzu këto tjera 300 disa? Numër 1, numër 2. Une publikisht po them, si e mbjetuar, unë po shkoj vullnetarisht, se nëse në këta punojnë e nuk e kanë një të mbjetuar aty, këta nuk mujnë me ditë dhimbjen. Me trauma i harron datat, e harron ditën. Shyrete, ka një përfasus shoqërisë civile, ajo është dashur me ju përfasu, po qështu o menu në fillim nuk o menu keq, përfasusi i ju i me qenë aty, është përfasusi i shoqërisë civile, jo të mbjetuarve, po i shoqërisë civile. Unë mendoj që duhet me qenë një e mbjetuar aty, me punu me këta. A kishit pranu jo? Po, edhe vullnetarisht Kishit pranu? kisha pranu, edhe mi shqyrtu prap, krejt rastet. Nuk mundesh me shku në komision, shkon me trauma, ato mëj me të garantu. Nuk mundesh me shku mi dit datat, mi dit ditën, edhe mujën e saks mujën me dit. Për që ata, kjo është thirët trauma, nuk ka afat. Kështu që, publikisht, jam e juvja, po, vullnetare, mëj me kanë... Faleminderit! Faleminderit! Rallë që shtu njerës japin gjitha rekomandime Shyrete, veç rallë shë dikon që thot që koha jame, pa pare. Faleminderit, pite vasfije dashtë me thonë diqka. Apo jo? Jo, ose thëmë, për të komisioni. Kur këm lemruar në rastin, me 15 prill, 1999, na se kemi ditë as kena me pështu për lufte, apo mbaron lufta, a shka komendo se jo kur një punë e komisionit. Pas i kam dollën me full publikisht, mu ka një statusi, edhe pse i kam pas të gjithë dokumentat për se cilës gjukatë Kosovës. Kanë dasht prap dëshmitarët në nshkri me kuta djone. Mu me gjithë me vendimin në gjyqës supreme dhe shkam kam pas se jo viktimat që kur se kanë denoncuar rastin, kur s'kan full. Jetu thonë edhe ti ke dhonë, deklarat para komisionit, ty t'kanë thirë. Para komisionit jo, e kam pas deklaratën, po kam pas prap dëshmi edhe me këtir dëshmitarët që janë kanë ato kur më kanë marrë me nënshkru. Edhe pse kam pas lëndën prej gjykatës që kanë mujtë me marrë, që rasti jam është lajmëruar 99-ën. Nuk është në diçka që kum prit me vite me lajmëruar. Në viktima tjera me çka ballafaqohen, komision është e tmerrshme, është e papranueshme. Urna. Deshta them që edhe në organizata këshilluese psikosociale po thonë që na kanë ndryshu edhe qasjen tonë, po na duket vetë janë shumë raste si hetuese në raport me të mbjetuar. Domethënë nuk po jemi psikologe, po hetuese, për shkak të shumë pyetjeve dhe shumë gjanave të cilat po bëhen për të mbjetuar gjatë komisionit. Edhe ndoshta pyetje që nuk kanë vend fare. Feride dhe pastaj veprore.
Për me full për komisionin qeveritar edhe mënyrën që shkon verifikimi, bashkërisht me organizatat e kemi ndërtu protokollin se si duhet mu njoft kë krimi luftës. Në atë kohë është mendu që shërben vetëm ngjarja traumatike, si ngjarje që e bën besueshmërinë e komisionit për me marrë vendim pozitiv. Megjithatë, si pjesë e dëshmisë mund të shtohen edhe dokumente shëndetësore, dokumente psikologjike, dëshmitar, nëse në media ka dhënë dikun intervistë, apo çdo dokumenti i mundshëm që e fuqizon narrativin e viktimës. Pse vetëm narrativi i viktimës? Se s'kan gjë tjetër ato, edhe në qoftë se kanë pas dokumente shëndetësore gjatë viteve, i kanë zhduk për mos zbulu nga anëtarët e familjes. Pastaj nuk është edhe kultura jame, edhe unë im konte mjeku ndoshta vite më parë, asnjë dokument nuk e posedoj në shtëpi. Me kalimin e kohës, komisioni ka fillu over documentation, me lyp dokumentacione. Nuk vlen vetëm narrativi, ose ku ka ndodhur domethënë ajo shkarja si them e besueshmërisë. Në qoftë se një mbjetuar ka rrëfy që në ngjarjen e vet traumatike, përtej që e ka përjetuar dunimin, ka tentuar të bëjë vetvrasje. Edhe gjatë rrshitjes apo kërcimit nga balkoni, ajo s'ka përfundu me fatalitet, por ka thy gjymtyrët edhe është detyruar me shku në spital për me marrë trajtim. Më pastaj te komisioni lind dyshimi, po mirë, pse ti në qatë dëshmin nuk e ke paraqit që ke dash me bo vetvrasje, po e kini një dëshmi të mjeku që i ke thykon. Po në qoftë se ajo e kish pas forcën, me dëshmu edhe me tregu, realisht ajo s'kish pas nevojë me bo vetvrasje fare. Kështu që këtu janë ato zbrastirat, mendoj që komisioni nga njëherë ka ca pyetjet, lyp dokumentim, edhe arrin, edhe mos mi njoh dokumentet psikologjike të organizatave qeveritare. Po du mendoj jetë, më madhon veç hapësirën, dokumente psikologjike ose raporte psikologjike vlejnë për gjykatën si dëshmi. Argument, fakt, dërsa te komisioni nuk para vlejnë. Pse? Pse nuk paraqiten si dokumente të besueshmërisë për ta. Pa duhet më ndru, shikjo. Po duhet më ndru, jo na me ndru letrat për ta. Jo, na nuk mujmë ndru, se traumat që batin ata na asun i shpikum, po asun i japëm na e kena bëshët komision? Po padyshim, unë thash që është koha edhe momenti kur na duhet me reflektu në gabimet e komisionit. Atë që spethojmë, ana tjetër e asaj që spethojmë këtu, është që ky komision është tu munu mos me ndodhë që ajo që na ka ndodhë me veteran. Kultura Kosovë është që për shkak të 60.000 veteranëve të deklarum, e të cilët na e dim në demilitarizim të QK-s, 10.000 kanë qenë, kanë dalë në rrugë, kanë marshu, 10.000 kanë qenë demilitarizum, kemi përfundu me 60.000 veteran, tash pifryn Tomlit, pifryn Kosit, pëse na ka djek Tomli. Do me thonë, na jemi gëratë si zakonisht, jënë të e baj barën, e asaj që jo bërë shëshrin tonë 20 vjetë mas lufte, tu kalzu si veteran falsë. Që kjo të ndodhë, po këta duhet me ndru, sepse është e pa besushme sa pa gra kanë apliku. Edhe tu e di që kanë me marë pension, vetëm 2.000 gra, nër 2.000 gra kanë apliku. Do me thonë, nuk i ka inkuraju gratë, nuk janë rëndë në qatë kategori sa me shku për një pension me rajtë. Urna, veprore. Vërtet dhe mu personalisht shumë më pengon ky krahasimi që bëhet në mes të listave të veteranëve edhe listave të mbijetuarve dhunës seksuale. Jënë në dy pozita diametralisht të ndryshme, s'po them të kundërta, sepse janë vlerat luftës edhe veteranët. Ama janë tutë në fillim, janë tutë që ka me dalë shumë. Po, shiqo, veteranët e luftës janë në mburë, pse janë veteranët luftës? Një mbijetuar nuk del publikisht më mburë për ato që i ka ndodhë, të lutem. Askusht nuk i paraqitet komisionit me tendencë me manipulu me procesin. Sepse ju dini, ju vetëm stigma, u folë për stigmen, u folë për dignitetin, u folë për shumë shkaqe që një grua apo burë e kufizojnë që ta deklaroj statusin e vetë, ta tregoj përvojën traumatike. Për vetë faktin, unë mendoj që ky proces ndonë se neve, këtë organizatat që merrem me këtë kategori, 4 organizatat, qeveria na ka autorizu me e lehtësu këtë proces, kemi marrëveshje formale që ta lehtësojmë procesin e njohjes statusit viktimave dhunës seksuale.
bazuar në ligj dhe nëse ta autorizon, duhet me funksionu në saje të një besueshmërie të ndërsjellë. Do më thonë, nëse ti e pranon si komision, një viktim që ta ka referu njëna prej organizatave që ka punu me vitet tëra për me rehabilitu, me fuqizu, me sjell deri në atë nivel që ti qaset komisionit, nuk duhet mu bazu në fakte. Se anglisht i thojnë very evidence-based process. Po veç çka po harron ti me thonë është që ju keni kredibilitet. Po duhet me pas, i organizatave që jeni sot këtu është ma i madh se kredibiliteti i institucioneve. A besoni që ju keni bërë ma shumë për gratë të numër? Patjetër dhe ne mendojmë që duhet me pas kredibilitet edhe tek institucionet tona. Para mendoj jeta neve na refuzohet një rast cilës i ka besu prokuroria. Tash dalloje procesin e reparacionit edhe e japjes dëshmisë para komisionit me një proces të një procedure penale. Ku është dallimi që kërkohet ma shumë fakte? Megjithatë, edhe prokuroria jonë speciale e merr për bazë faktorin kohë që humbin shumë dëshmi, që besa memoria vjen tuzbe e tjera e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë moment zoja që është prej komisionit, po do me fol, nuk është e obligume, po do me adresu. Përshëndetje për të gjithë në këtë ditë të madhe të këtyre viktim të mbijetuarave, të cilat i kemi të gjithë Kosova në qendër të vëmendjes. Une vetëm si antare e Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë, mund të them që ne si komision e kemi një ligj, një rregullore, një udhëzues ku punojmë bazë tyne. Kur ne i shqyrtojmë land e këtyne të mbijetuarve, ne nëse gjatë rrëfimit ose narrativit të tyre ka mungesa që nuk plotësohet, atëherë i thirrëm në intervistë. Mundohemi që mos ta refuzojmë, por ta thirrëm edhe një herë në intervistë. Ne me këto organizatat... A bon veç me konfirmu diçka që ju tha këtu. A ka ndaj rast që pa intervistë ju e keni kalu? Po, kemi shumë raste, edhe kemi raste që kemi kalu vetëm me narrativ, pa dokumente përcjellëse, i kemi rastet, kemi dëshmi. Sa prej këtyre 1700 që i kanë kalu, për afërsisht 1700 i keni thirrë në intervistë? Ajo shumica. Më vjen keq që nuk i kam numrat me veti, por mundohem, pasi që unë jam edhe një njeri që kom përjetu edhe luftën vetë. Krejt e këna përjetu në qëtë solë? Mundohemi t'jemi... Si e vetëmja? T'jemi... A bon ju veti qka ma konkretisht? A bon mas 5 vjetëve me ju ndru edhe juve, antarëve të komisionit? A bon mu ndru pak? Nuk e se ju përjetë sjeni aty, edhe pushtetarët pizgjedhim çdo 4 vjetë, a bon edhe ju me ndru? Pa pik problemi. Se keni naj problem. Nëse e parashe qeveria që nuk jena për atë vend, veç për ju thamë që... Jo pse, s'do me thonë që nështë ta jeni për atë vend, po ka tjerë që janë për atë vend, mu ndru ka pak. Pa problem. So problema, nuk e kemi atë problem, por besoni që për këto gra bëj gjithë shka. Edhe bojmë gjithë shka. Qaqë so 350... Unë e nazin nuk i kisha ndru jetë. Jo, nazin është... Nëse boni gjithë shka, e 350 i ke refuzu, kallëzon pse i keni refuzu pa asë një spjegim? Refuzimet kanë ndodhë për shkak të mungesës së dokumentacionit mjekësor, për shkak të mungesës së narracionit. E kur t'ka dhunu dikush 98-99, ku ki mujti me pas dokumentacion? Kanë qenë raste për shembull kur kanë apliku shumë më vonë dhe kanë mujt me marrë dokumentacione prej mjekëve që janë kontrollu gjatë luftës. Na bashkëpunimi me organizatat tona, na kemi një marrëveshje që bashkëpunojmë edhe çdo 2 muaj kemi takime, i bisedojmë gjitha këto, çka ka nevojë edhe... Jo, këto po thojnë që gratë që i kanë këto listë, që ju japin këshilla psikosociale, ju i keni refuzu. Së është bashkëpunimi që shpo thute? Refuzime ndodhin edhe prej mekanizmave tjerë jeta. Do me thonë, komisioni kërë është ndërtu në atë ko për 7 është modeli mirë, jenë 4 organizatat që jenë licencu, jenë qendra sociale për 6 regioneve që i dërgojnë, edhe mundësia është vetë me apliku. Unë e menoj që numri maj madh i refuzimeve është ata që kanë apliku vetë. Pse është e vështirë pasaj për një person me përshkru në ratimin e... Kadirës 20 veta blok ja ka refuzu. 20 veta Kadirës ja ka refuzu blok. Masi që ka kritiku komisionin, ja ka refuzu gati mës thëmë formë hakmarje.
Çka i thu Feride faktit që ka dirës, 20 veta ja kanë refuzuar. Unë nuk du me mbrojta se si komisioni, se unë luftën matë modhe e kun pas me ta, po dua të them që thjesht na duhet më mundu me përmisu gabimet ku i ka komisioni. Sinqerisht po e them. Duhet më kriju mundësia për ata që janë refuzu edhe njëherë, për faktin që mendoj që shumica nga ata që janë refuzu, nuk e mujnë me marrë më guximi me shku në për gjykata. Ata s'kan forcë, ata mezi kanë arrit me orë të organizata edhe dhejtë e komisioni. Pastaj më qasë edhe institucioneve drejtësisë, është shumë e vështirë për ta. Kështu që është koha edhe momenti që na duhet me reflektu bashkarisht, duhet me punu më angosht me komisionin, e kem këta fat kohor tash që e ka thot qeveria, edhe me anis me reflektu në ato gabime. Gabimet janë pjesë e procesit, por ato nuk guxojnë mu zmadhu, ato duhet mu minimizu edhe kjo qasje duhet mu perfekcionu, mu letësu në atë mënyrë që si cila e mbjetum që shkon pranë këtij komisioni mu trajtu me dignitet të plot dhe maksimal. Na si komision me juve organizatat që kemi me 4 organizatat marrëveshjen, ju për neve jeni një, na bashkëpunoj me juve. Faleminderit, Shërete, Vasfije, e gjithë tjerve, po këtë radhe faleminderit për krasve të familjeve tëne. Vllaut Vasfijes, sot për Ramadanin të ishën që o buri i parë që po dele dhe po thënë tabu, e nuk po du me haru që te ki qenë buri i parë që ki thu tabu që i ki dollë krah motrës. Jo shumë bura shqiptarë, kanë dollë krah grave tëne. Ti e për mu i pari. Njëkohësisht faleminderit familjarëve Donit. Sot Doni e ka pas qikën ofër vetit. Qika ja kesh dediku një kongë edhe kallëzoj që është krenare me babin e vetë. Pra, faleminderit që atyni që si kemi nështë akrej këtu. Familjarëve, edhe dojmë ju bo heroj juve cilët po vendosni, mos me ishti nër tepi qashtjet e familjes kur për isheni traumatizum, po vazhdoni me i përkra. Jeni të rallë, e po i lus tjerë cilët që janë të i përkra. Shumica për të në gratë të cilat kanë përjetu dhunë, po edhe burat, me fillu me i përkra. 25 vjetë mas lufte ka kalu mo koha e primitivizmit, ku na duhet mu tërpnu prej tëne, në fakt na duhet me gjithë forcë edhe me përkra të mbjetumin që dënë me folë. Të lutëm familjar, keni parasysh që ka kalu që ajo kohë, për juve presin përkraje. Me kaq, të me thonë, përveç fushatës ku e kërkojmë për qeveris me zgjata fatin prej neve shoqënis, se të gishtin për qesim ka qeveria e komisioni, po na kemi një barë me përkrah në familje tona me i përkrah këto gra. Nëse jemi 20.000 familje, për tëne 2.000 jo registru. Nën kupton që 90% prej nesh si jemi të i përkrah gratë. Pra daj, ju lus me qenë pjese që qëky 90% shimu zvoglu edhe sa ma shumë gra me fillu me apliku të cilat tash e kanë garantume deri në vitin 2027 me apliku për pension. Ka që kemi prej nesh këto, Reporting House, natën e mirë.